Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski ka bërë të ditur se seanca përgatitore për ligjin për përdorimin e gjuhëve do të mbahet më 19 qershor, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret pas zgjedhjeve lokale. Por në një reagim të vlen, thuhet se dështoi plani i Ali Ahmetit dhe Bujar Osmanit për destabilizim përmes gjykatës kushtetuese. BDI është e mërzitur sepse i dështoi plani për ta shfuqizuar ligjin për gjuhët dhe me këtë për ta destabilizuar shtetin. Plani i Ali Ahmetit dhe Bujar Osmanit përmes gjykatësve të emëruar prej tyre në gjykatën kushtetuese për ta rrezikuar gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për ta destabilizuar vendin, dështoi para se të merrte hovë. Bujar Osmani, si fillestar në politikë dhe pa kredibilitet, nuk po arrin ta fshehë zhgënjimin e tij. BDI ishte e gatshme ta flijojë gjuhën shqipe vetëm për një qëllim të ulët, të rikthehet në pushtet me çdo kusht, thon nga koalicioni Vlen. Mëtej nga ky koalicion, thonë se Vlen nuk do të lejoj asnjë hap prapa në të drejtat e shqiptarëve. Mos u shqetësoni, gjuha shqipe nuk negociohet. Vlen nuk do ta lejoj asnjë hap prapa në të drejtat e shqiptarëve. Mashtrimet kanë marrë fund. Për 2 dekada, BDI i ka bërë gjërat në mënyrë gjysmake, për sy e faqe, duke hedhur hi syve të opinionit shqiptar dhe duke përdorur çështjen kombëtare për pazare personale dhe partijake. Zgjedhjet e ardhshme lokale nuk janë më thjesht zgjedhje. Ato janë referendum për gjuhën shqipe, për barazinë e shqiptarëve në këtë shtet dhe për vulosjen përfundimtare të BDI-s si parti non grata dhe si organizatë e interesave të ngushta personale, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen.